Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të dashur shikues, përshëndetje ju të dashur ndëgjues të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët edhe sonte në edicionin e ardhshëm të emisionit Drita e së Vërtetës. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga studion Prishtinë, nga studio shëndrore. Unë jam Hapni Lugiqi dhe me ju do të jem së bashku me hoxhën e nderuar Mulla Fadil Musliun, të cilin e përshëndesim. Selamu alaikum dhe i dëshiroj mirësevgjë. Aleikum selam të Allah, faleminderit, Allah ju shpërbleft. Allah ju shpërbleft edhe juve për praninë tuaj në këtë kohë të ftohta të dimrit, por ja që janë punë të Zotit këtu edhe ne veç duhet me bëu amin kur të shërbim. Sigurisht. Të dashur shikues të nderuar miq të radio televizionit Pendimi, sot tema e trajtimit do të jetë një temë mjaft e rëndësishme që do të spjegohet me anë të ligjëratës nga hoxha ynë i dashur Mulla Fadil Musliu. Kujtoje atë që u aprish kënaqësitë. Një temë e bukur, po besoj, prandaj në pjesën e parë të programit do të keni çka të ndiqni dhe do ta përcjellim së bashku një trajtim, një elaborim të temës nga hoxha ynë i dashur, e më pas në pjesën e dytë të programit do të kthehemi në pyetje përgjigje. Kështu që pa humbur kohë, unë po e kaloj fjalën tek hoxha i dashur Mulla Fadil Musliu dhe për të nisur elaborimin e kësaj teme. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht e falenderojmë Allahun e madhruar që na ka mundësuar të takohemi sonte së bashku në emisionin e radhës dhe sigurisht se çdo temë që trajtojmë ka një rëndësi të madhe, sepse jemi duke trajtuar tema që lidhen me atë që është më e mira, me fenë e Allahut të madhruar. Ndërsa njerëzit në jetën e kësaj bote her pas here të dhanun, të preokupuar me të mirat e kësaj bote, me të mirat e dynjas që sot janë të shumta. Një pjesë e madhe, një pjesë kogja e madhe e popullatës habitet mas lukseve të ndryshme, disa të tjerë me biznese, disa të tjerë merren me politike, disa të tjerë me shkencë, disa të tjerë me shëtitje duke vizituar vende, duke eksploruar nëpër bote, disa të tjerë me familje, edhe e ndjejnë një farë kënaqësie kështu të madhe, edhe harrojnë që ekziston një proces i natyrshëm që ekziston qysh me fillimin e njerëzit të parë, edhe nuk përfundon deri para ditës së gjykimit. Është një proces që ja prish njerëzve kënaqësitë, është një proces që ja prish njerëzve planet, ja prish njerëzve atë nëse kanë lumturi familjare apo shoqërore apo fqinësore apo tjetër. Është fjala me kujtu ato që shpesh herë njeriu e harron. Edhe pse harron? Sepse nuk e dëshiron ato. Është fjala për vdekjen. Është fjala për vdekjen. Edhe jo rastisht unë kam përzgjedhur me emërtue kujtojeni atë që u aprish kënaqësitë e kësaj bote. Kujtojeni atë që u aprish kënaqësitë e kësaj bote, sepse sa herë njeriu e kujton vdekjen, edhe e kujton që ka me shkue, ka me lanë këtë botë, çka? Vetëdijsohet edhe reflekton me vetveten, punon me vetveten, edhe çka përgatitet për atë udhëtim. Sepse jeta në këtë botë është e shkurtër, është veç një stacion, që ndalemi pak, shndrojmë edhe nisemi me një herë. Për ata dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Qëndro në këtë botë sikur ti je i huaj, e ke pa i huaj, rrin pak shkon edhe kryet. Ose thot sikur kalimtar rasti. Kalimtar rasti e ke pa dikush kalon që dy para shtëpisë, mo nuk e shef kurrë ndoshta. Kështu do të me qëndruar në këtë botë. Pra, se jemi duke ecë shpejt. Tjetra është e rëndësishme me kujtu vdekjen, sepse njeriu kur e kujton vdekjen mundohet me i kryer disa punë të rëndësishme me të cilat e përkatit terrenin, e përkatit vendin ku ka me shkua. Sepse çdo njeri për një
kohë sa jeton këtë botë 60 vjet, 70, po le edhe 80, në raste të rralla dhe 90, po shumë të rralla janë ato. E për qëto 70 vite, ai po do të me bo shtëpinë, po do të me bo kerën, me bo këtë, me bo ato. Sa po i bën krejt, po të vjen vdekja, po të merr. E tash, a ke përgatit atje një shtëpi tjetër? Ama atje nuk është 60 deri në 70, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se ka thonë, a'maru ummeti bejne 60 wa 70. Jeta e umetit tim është në mes të 60 deri në 70. Çfarë do thotë kjo? To zakonisht ndodhin vdekjet më shumë që të mosh, përndryshe edhe më herët është. Një pjesë e madhe e popullatës vdesin të ri. Po është edhe më vonë në raste të caktuara. Po një mesatare është prej 60 që 70. Kështu që kur e kujton njeriu vdekjen, e kujton që ka me shku dikun, ku ka me shku në varr, si besimtar musliman, as që dyshojmë, jemi me bindje të plot që aty ka jetë, është fjala për jetën e varrit. Edhe tash ndalet me ndonë thë që ka me jetu aty, që ka do të me përkatit. Edhe interesohet, ai që din, i kryen ato punë, ato vepra, që ja bojnë qëndrimin e këndshëm, të rahatshëm në varr. Ai që nuk din, i mëson ato. Tjetra kujtimi i vdekjes, çka të nxit apo çka të motivon? Me i kërku falje Zotit, me u pendue për veprat, apo për punët që i kemi bon në të kaluarën, dhe e di mirë se me ato vepra, me ato punë, Allah nuk është i kënaqur. A ka dikush prej neve që nuk e din se me çka nuk është i kënaqur Allah? Këtë e dim, që me rrejt, Allah nuk është i kënaqur. Me spionue, Allah nuk është i kënaqur. Me përgju njëri tjetrin, Allah nuk është i kënaqur. Me mashtrue, Allah nuk është i kënaqur. Me tradhtu njëri tjetrin, Allah nuk është i kënaqur. Me marr për gojë njëri tjetrin, me thashë thëmë, Allah nuk është i kënaqur. Me shpif për njëri tjetrin, Allah nuk është i kënaqur. Me përgoju dikon, Allah nuk është i kënaqur. Me pi alkool, drogë, prostitucion, kamat, fajde, e të plot ka, a është i kënaqur Allah? Nuk është i kënaqur. Ma mërmenja edhe fëmia, pas fazës së pubertetit, pjekurisë, fillojmë i kuptu senet çka janë të mira dhe çka janë të këqija. Natyrshëm njeriu e din. Natyrshëm njeriu i kupton këto sende. E tash kur njeriu e kujton vdekjen, edhe i kujton të kaluarën e tij, e kujton të kaluarën e tij jo të mirë, sa të ka dalë, më të pendona të lama. Sikur ai nxonsi që ka pas shumë nota dëpta, nisha. Po flas sipas sistemit notimit në Kosovë, se dikon nishi në Arabi Saudite, në Gjermani nishi është shkëlqyshëm. Po flas tek ne, dikush që ka pas shumë nota dëpta. Por i bjen men që ka me ardhë funi i vitit qershori, dhe është notimi përfundimtar. Këti i bjen men ka marse se ka prilli, ose edhe ka maj, ka fundi. Atër dhe të ka mbet edhe një muja 2, edhe qka e shtëngon veten, edhe ja nisi përmirëson notat, edhe në fund del me faqet bardh i suksesshëm. Edhe na do të me tentue me dal me faqet bardh për kësaj bote. Me dal me faqet bardh prej kësaj bote, sepse me pas qëndru dikush në këtë botë. Një njeri, çdo njëri prej nesh, edhe unë, edhe ti, edhe gjithë kishim shpresu që mos jemi në i dyti që po qëndrojnë këtë botë pa vdek. Bile këta mbretërit, princat, ta pushtetarët, kryetarët, kryeministrat, këta të pasurit, që nuk ka din fundin pasunisë. Këta kishin investuar natën e ditën veç mos me vdek, se kishin thonë o Zot që filanit nuk ja ke marrë shpirtin, filani nuk ka vdek, po duhet dhoni i dyti me qenë apo i treti. Po me qenë se vdekja ka me na arrit, edhe në ato nuk kemi dyshim fare, atëherë çka duhet ta kujtojmë her pas here. Duhet ta kujtojmë her pas here, ashtu qysh i ka porosit shokët e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku ka thonë istakthiru dhikra hadhimul ladhat. Shpeshtone çka përmendjen, shpeshtone kanë kujtimin për ato që u aprish el-ladhat, ato lezetet, kënaqësitë e kësaj bote. Kujtojeni shpesh ato, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kujtojeni shpesh ato që u aprish kanë kënaqësitë e kësaj bote, se sa do të jesh i lumtur, sa do të jesh i kënaqur, kulminacion të kënaqësive kur të kujtosh vdekjen, ti prish planet. Pse se ti ndoshta i ki 50 vjet,
e bën plan që në moshën 55 vjeçare me bë këto, në moshën 54 vjeçare këto, në moshën 50 vjeçare ato disa çefe në moshën 60 vjeçare, 70 vjeçare. A moja thot bënë gati se lej këto plane, thot se po shkojnë, ati prish planet, pa, ta prish knatësin, se ke pas me prit arritjen e martesës së djalit, apo të vajzës, së vllaut, apo të motrës, të djalit, apo, më falni, të nipit, apo mbesës, apo dikuj tjetër. E vdekja të roket ndërë, thot, lej këtu, thot, se s'kemi mri asnjë hiç. Edhe çka thot populli, a pik po mjet me tek shambri, dhe me martu që djalë, ose që vajzë, ose dikush i ka pas pak me vonesë, të me vonesë i pata, pak të tek shashiu, pak me u bon një muja, një vjet gjysh, po s'pash hiç ndoshta. Dikush sa rrin as bab me u bë, vdes hiç pa martue e kështu me radhë. Andaj, mos mendon dikush që është në një pozitë apo është në një vend ku me ditë ku, edhe që aty është i sigurt. Me mendu se aty është i sigurt, edhe nuk ka me zonë vdekja. Allahu Ta'ala thot, ejne ma tekunu yudrikkumullah, yudrikkumul maut. Ejne ma tekunu yudrikkumul maut. Ku do që të jeni, do t'ju arrin vdekja. Çfarë i bjen kjo? Kjo i bjen që ku do që ti jeshti në tokë, apo dikun tjetër, në çfarë do pozite, në çfarë do gjendje, përkatitu se ka me të arrit vdekja, bile Allah po thot, walau kuntum fi burujin mushayyada. Qofshi edhe në buruj mushayyada është fjala për pallate të fortifikuara. Sikur kalaja, dhe qysh është ajo e fortifikuar kështu, e me hipti atje nalt edhe mos me mujt askush me unë gjitë këti. Ndoshta pe njerëzve shpëton. Edhe zakonisht këtu njerë kur janë bërë luftat, ata që kanë qenë kalata, e kanë diktu një farfor me luftën edhe zakonisht kanë pas sukses në shumicën e rasteve. Pse kanë qenë në pallate të fortifikuara. E Allah po thot, kudo që t'jeni, do t'ju arrin vdekja, qofshi edhe në pallatet e fortifikuara. Qofshi edhe në pallatet e fortifikuara. Dhe me qenë se çdo shpirt e shihen vdekjen, atëherë do të më përkatit për një pyetje që vjen vetveti, çka pas vdekjes? Çka do të ndodh? Se nëse një njeri ka shpëtuar, e thash edhe më herët, ka shpresa që shpëtoj edhe unë edhe ti. Mirpo Allahu Teala në mënyrë të prerë, në mënyrë decisive thot kullu nafsin dha'iqatul maut. Që do të thotë secili njeriu, secila krijesë do ta shijojë vdekjen. Pastaj Allah po thot wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. E pastaj pas vdekjes shpërblimet tuaja do të plotësohen tek Zoti, shpërblimet e juaja do të plotësohen tek Zoti kur në ditën e gjykimit. Disa shpërblime do t'i marrim në jetën e varrit, ama ato të plotat, që me thonë kulminacionin e shpërblimeve e arrim kur në ditën e gjykimit. Yawm al-qiyamah, në ditën e gjykimit kur dalim para Allahut te baraka wa taala dhe një grup i madh i njerëzve drejtohen ka xhenemi e një grup tjetër drejtohet ka xheneti. Dhe tash ata që kalojnë aty ka zjarri i xhenemit ose kalojnë naturën mbi zjarr xhenemit e nuk munden me kalu atë urë, çfarë ndodh? Fatkeqësi e madhe se bien në zjarr xhenemit. Për ata Allahu në vazhdim thot: "Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai që shmanget zjarri i xhenemit, pra shpëton prej zjarrit të xhenemit. Do të thonë e kalon urën, nuk bjen zjarri i xhenemit, faqad faz, vërtet ky është ai që ka shpëtue, vërtet ky ka arrit, do të thonë atë qëllimin final, ka arrit kanë xhenetin. Cili ai që shmanget zjarrit të xhenemit. Dhe Allahu tregon thotë wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim mashtrues. Një përjetim mashtrues. Disa ajete kuranore thotë jeta e dunjas nuk është tjetër vetëm la'ibun wa lahu. Çfarë do të thotë kjo? La'ib është lojë, edhe lahu është argëtim.
Po, një lojë argëtuese e shkurtër, e ke po del njëri argëtohet pak me familja, po me shokë edhe kthehet. Ajo mund me qenë një pjesë ditës, një gjysmë dite, një ditë edhe kryet, edhe loja që ashtu. Kështu që edhe jeta e dunjas po nuk ka gjë tjetër përveç një përjetim i shkurt, një lojë e shkurt, një argëtim i shkurt, po edhe mashtues, që e mashtron njeriu. Që e mashtron njeriu. Dhe Allahu te bareke ve taala na porosit, na këshillon që t'ja kem frikën Zotit. T'jetoj me nder edhe të mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman. Për ata Allah thot, ja ejuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. O ju që keni besuar, o besimtar, keni frikë Allahun me një frikë të sinqert, me një frikë të vërtetë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë çka? Duke qenë besimtar musliman. Mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman. Nuk ka vdekje më të mirë se sa njeriu me vdek si besimtar musliman, me vdek me la ilaha illallah, siç tregon Abu Dharri, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë shkoa një ditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai u zgju nga gjumi dhe kishte të veshura rrobat e bardha dhe tha: "Ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-janna." Çdo njeri që thot la ilaha illa Allah e pastaj vdes me këtë fjalë ose pas kësaj fjale do të hyjë në xhenet. Çdo njeri që thot la ilaha illa Allah dhe vdes duke thonë këtë fjalë ose më njerë pas e shqipton këtë fjalë do të hyjë në xhenet. Dhe Abu Dharri thot i thashë i dërguari i Allahut, po ky që thot la ilaha illa Allah dhe vdes kështu. Po ky nëse ka vjedh, nëse ka bo zina, prostitucion. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha wa in zana wa in saraq. Edhe në qofë se ka bo zina, edhe në qofë se ka vjedh. Edhe këto e përsëriti 3 herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ky që i vjen vdekja me la ilaha illallah është pendu pe aty në punëve. Se s'do të thonë kjo që ky tash duke vjedh me një herë me vdek aty, edhe me shahadet. Po ky sigurisht e lën atë përpara. Largohet prej tyne. Po në të kaluarën ka bo vjedhje shpesh. Ose ka bo zina shpesh vëlla Zot. Amo është pendue, i ka ardhur fjala la ilaha illallah në fund. Për ata është e preferuar. Këtë duhet me pas parasysh. Është e preferuar që në momentet kur kem ndonjë prej antarët familjes shumë të smur, edhe kur është shumë i moshuar, edhe shihet një farforme në fytyrën e tij se janë paraqit shenjat e para, çka? Të vdekjes, është e preferuar t'ja kujtojnë fjalën la ilaha illallah. Jo me i bu presion psiqik, ose fizik me shkun për dorë apo për kraj, e me thonë oj gjysh, ose o gjysh, thuj la ilaha illallah. Thuj la ilaha illallah. Jo, ti në afërsi, qëndro afër ti, edhe afër veshjet e ti, ti thuj. Në vetën tonë thuj la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kujtoja. Disa herë, estagfirullah wa atubu ilej. Kërkoj falje Allah dhe të këti pendohem. I kërkoj falje Allah dhe të ka Allah pendohem. Çka t'ja kujtojmë ati? Edhe ajta është nëse e ka gjendjen e mirë, sigurisht ka me thonë. Ka me ranë men. Heq më se thash me goj, ka me ta pohu me kokë ose me sy që po dënë me thonë, ose po e thët në vete. Se dikujt i mirët goja në momentet e fundit, dikush ka në i farë sulmi, ku ta dim ne që gjendje e ti, por ajo që është e rëndësishme është që kur qëndrojmë praj njerëzve që pritet vdekja e tyre, ose janë shenjat ashtu, ose mjekët apo ekipi mjekësor që është marrë me te, ata që janë për kujdes për të në anën shëndetësore i dhonë shenjat e qartë ose sipas ligjeve të mjekësisë ky më shumë nuk jeton. Ka raste që parafërsisht edhe qëllojnë, thojnë edhe një muj, dita ndoshta një javë pa i bën një muj, ose një javë pasi t'i bën një muj, ai vdes, po parafërsisht e parafrojnë, atëherë çka na sa më shumë dhikr, sa më shumë dua, sa më shumë kërkim falje në prezencën e tij. Qëllimi është çka? Që atij t'ja kujtojmë se këto janë prej gjanave më të mira që mund t'i bën tash kur e përmbyll në farforme atë misionin sa ka qenë në jetën e kësaj bote. Andaj, kujtimi i vdekjes edhe i gjendjes së besimtarit në varr e bën besimtarin më koshient, më të vëmendshëm,
e bën ma të kujdesshëm për punët të cilat duhet me i bo, se disa harrojnë, po i ka bo 70 vjet, i ka kushte që 20 vjet me shkon haxh ka neglizhua. Wallahi së di pse e kumlon. Ai tjetri e ka neglizhu namazin, ai tjetri e ka neglizhu zakatin, ai tjetri e ka neglizhu Ramazanin. E tash kur e kujton vdekjen, e kujton jetën atë në varr, çka ndodh? Po sigurisht ai që ka sado pak, që shtot popullin një tro besimi që ka, imani, ai ka me reflektu, ka me ndryshue, edhe ka me ju kthye kujt përmendjes së Zotit, ka me ju kthye punëve të mira, sepse qysh na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për ato që është besimtar, për ato që është përgatit, nuk ka pamje më të frikshme, nuk ka pamje më të mërshme, më të rishtuese se sa me pa varrën e jo besimtarit. Allah i na rujt. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon qartë, thotë idha mata ahadukum urida alayhi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyya, kur vdes ndonjëri prej jush, atij paraqitet vendi i tij. I paraqitet vendi i tij në botën tjetër, mëngjes e mbrëmje. Imma an-naru wa imma al-janna. I paraqitet vendi ose në zjarr, xhenemit, ose çka në xhenet. Mëngjes e mbrëmje në varr, ky ka me pa vendin e vet. Mëngjes i dal atje vendi në xhenet, e shef. Pa e përjetu? Pa e përjetu. Se tash varri ku është ky e përjeton atë kënaqësinë e madhe. Okay. Pa ma kjo është fillestare. Edhe qysh tregon pejgamberi alayhis salam, kur të vendoset në varr, Allahu besimtarit musliman ja shndron varrin në kopsht prej kopshteve të xhenetit, ndërsa jo besimtarit, që ka besu Zotin normal që s'ka kur gjë, ja shndron grop prej gropave të zjarrit. Sa i smonet me shpesu xhenetin, kur se ka besu Zotin, e se ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ka besu që ato shtyllat e imanit që janë të njohura. Andaj çka ata e shohin pra vendin e vet, qysh në momentin e parë kur njerëzit largohen prej varrave, aty në veç që paraqitet domethënë vendi ku e kanë, pastaj çdo ditë mëngjes e mbrëmje e shohin vendin dhe ju thuhet aty në hadha maq'aduka hatta tub'atha ilayh. Ky është vendi jot. Ky është vendi derisa çka të rinjallesh. Domethënë ditën e gjykimit, a shkojnë me qindra vite, a me mira vite, a 10 mira vite, Zoti e din, te në kiamet, po gjatë gjithë kohës i thuhet kjo vendi jot. Dhe tash duke qenë besimtarit, duke u kënaqur varr se besimtarit pra tha më herët i shndrohet varrin kosh prej kopshtit të xhenetit, po kur e shën mëngjes vendin e vet atje në xhenet, atëherë i thot ja Rab, aqim as-sa'a. O Zot, bëna kiametin. Jo besimtari, kur është në të farë skaterën, në të farë humnera, në të gropën e zjarrit, e shëven e vetë mëngjes e mbrëmje i thot, o Zot, mëse bëh kiametin. Pse se boll keq këto, po vuan, po atje është ajo vujtja kryesore. Ajo vujtja e madhe është atje Allah na ruajt neve edhe juve prej saj. Kështu që secili prej neve besimtarëve musliman duhet me bo vepra të cilat na shoqërojnë në varr. E para prej tyne na me forcu imanin, besimin në Zotin, bindjen në Zotin, se Allah i forcon me iman, i forcon me besim, edhe në jetën e varrit, çush i ka forcuar këtë botë besimtarët musliman. Për ata Allahu Ta'ala thot, yuthabbitu Allahu alladhina amanu minkum bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah i forcon pra ata që kanë besuar me fjalën e lartë, në jetën e kësaj bote, edhe çka, edhe në botës tjetër. Cila kjo fjala e lartë? Kjo fjala që dëshmon Allahun që është i vetëm meritor për të adhuruar, me fjalën la ilaha illa Allah. Ja forcon imanin, pra, ja forcon besimin. Andaj, çfarë duhet me bë? Na duhet me lut mas pari veten për veten tonë,
pastaj edhe për të tjerët, pastaj duhet me u lut edhe për të tjerët, pasi që të vdesin, me bo da qysh në momentet e para kur e marrin lajmin se ka vdek filani, me po da me lut Allahun, me thonë, o Allah më shiroje, o Allah fale, o Allah strahëje në xhenet, o Allah bënja varin kopsh për kopsh e xhenetit. Ose kur jemi tek varrezat, ashtu që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë idha faraga min defni l-mejiti, waqafa alejh. Uthman ibn Affani tregon thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka varros ndonjënin prej shokëve të tij apo familjarëve të tij, ka qëndruar aty afër varrit dhe ju ka thonë shokëve, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Çfarë do të thotë kjo? Kërkoni falje për vllahun tuaj të vdekur. Edhe kërkoni që Allahu ta forcon, sepse ai tash do të pyetet. Ai tash do të pyetet. Për ata preferohet, kur të varrosun, kryet varrimi, i qitet dhepërmi, kryet aja procedura, atëherë me u ndal familjarët të varri edhe çka me u lut për të vdekurin, me kërku falje për të vdekurin, edhe me bo që me thonë në koha të caktume, me ndajt e jo me ik me njëherë. Pse se në ato momente ku largohen njerëzit, vinë me lajket edhe e pyesin. Kush o Zoti yt? Cila është feja jote? Cila është pejgamberit? Ai në ato momente pyetet me njëherë. Edhe nëse e kalon këto, një pjesë e mirë besimtarëve e kalojnë, atëherë tjera tanoj vinë ma vonë, e prej tjera e pastaj është e para namazi. Po ata që i ka thonë veti musliman, po janë konë hipokrit. Kështu me zemër që në konë, fort po me gojë ka thonë, në musliman jam, besimtar jam. Ata s'mundën mu përgjishë. Mundën me thonë Zotim Allahu, feja ime islami, po pejgamberi, gjëmojnë ju hupë. Që kujtohet që kanë pas pejgamberin e fundit Muhammedin a.s. Për shkak të hipokrizisë të tyre, çka ju del ajo që e kanë pas në zemrat e tyre. Andaj është mirë se cili, kur të bi me fjet me mendu se kjo mundet me qenë nata e fundit. Edhe me ra pa pas urrejtje, pa pas smira, apo xhelozi për kërkon prej besimtarëve. Me ra me flajt edhe aty në që të kanë bo zullum pa drejtësi, mja u falë. Është shumë e rëndësishme për ne si besimtar musliman ta bojmë një lloj tregtie të suksesshme me Allahun te bareke ve taala. Dhe çdo tregti me Allahun është dobiprurse apo fitimprurse, është e suksesshme. Çfarë do të thotë kjo? Me i fal ata të cilët kanë bë padrejtësi, kanë bë zullum. Me i fal ata të cilët janë për kujdes me të bë ty me u ndje keq. E para, Zoti çka ka thonë? Çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Fali ata. Fali. Pra me i fal njerëzit, e dyta, ai që ja fal një të keqe dikujt në jetën e kësaj bote. Kur del para Zotit, ka nevojë për faljen e Zotit, Zoti e fal. Sepse shpërblimi është prej llojit të veprës, prej sojit të veprës. Ti fal për Zotin, Zoti të fal ty. Ti jep për Zotin, Zoti të jep ty. Andaj, me mendu që nata e fundit, mja u halal njerëz. Që më dikush po s'pa mundne, anene, knene, po mirë ti, e kujtën që në botën tjetër ti kime qenë me këtë zemër e me këto mendime, jo. Edhe tjetra, se për llogarit, ti tash dënimin e tina edhe ti me përfitu. Çka ki me përfitu? Çka përfiton ti për shembull? Nëse se fal dikon edhe çato ankesat e tua, edhe zullumit që tu ka boty bëhet çka që ky me hin zjarr xhenemit një herë. Çka përfiton? Kur ti je në xhenet, atë vjen ty mend tash ti me u ankua? Jo. E dim pse? Se aq knatësi t'jep Zoti, ty s'kujtohet kush çat ka bë. Harrohen sendet.
Kështu që derisa ty e në xhenet, pse të tjerët me u djeg? Çka përfitojmë na? Nuk je atje me zemër kështu, që me thonë zemër ngushtësi apo zemër të ngurtë, e nuk je atje me inati e me urrëtie, çysh është këtu njeriu, atje harron ato sende. Kështu që me mendu para se të bien me fjet, se mund me qenë nata e fundit, normal e para me kujtu mas pari vetën në raport me të tjerët. Kuna i kemi hi në hak, i kena bu padrejtësi me i kërku falje. Me i kërku falje, se nështë është nata e fundit. Nështë të sonë të është jatësia e fundit, unë e që këmë falë me xhamat. Ku pe dy në e falë nesër sa bajnë ajo. Nështë të mëndet runa zot me konë emisioni fundit. Edhe qka, një kërku falje njerëzve. Nëse ka mundësi, ato që ja ke bot keshen, mi a këthy me të mirë, këtheja me të mirë. Nëse ke morë bërë që ja këthen borçën. Nëse ke përgoju dikon, kërkoj fale, pastaj lavdroje, ose në vend ku e ke përgoju, tregoje realitetin, që nuk është kjo ashtu që kom thonë. Runa zot, nëse ke shpi për ta trego, thë dikush po vështirë. Nuk është vështirë. Mos t'i moni i mirë, burra po qofte e ban këta. S'po të lyp kërkush ty din në media, se ti në media s'ke fol keq për ta. Ty ke fol me 3-4-5 që atë. Që aty në 3-4-5 të tregoju, që unë e kom fol gabimisht. Ka qenë pyetje xhelozia, ka qenë pyetje konkurrenca, ose puna profesionale, se zakonisht njerëzit secilin ato të veten e ka atë do të thonë xhelozin atë zemër në ngushtësinë. Po edhe kur të zgjohemi në mëngjes, do të më mendue me i bë punë më të mira. Me nis me namaz sabah, puna më e mirë është mu zgjue para për Allah. E dyta me marr abdes, e treta me fal sabah komplet sunetet edhe farzët. Jo sikur dikush e ka reduktu veç 2 rekate farz. Po a bën hoz me lon. Po pse me lon vëlla? Po nuk janë obligativ, po nuk janë, amo 2 rekate sunet sabahut, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë më të vlefshme se sa donja dhe çfarë konta. 2 rekate sunet, më të vlefshme se sa krejt ke bot edhe çka konta. E paramendo për farzin tani. E dikush e lën edhe sunetin edhe farzin. Qohet për punë dynjas, me i marë 20 euro në dite, 30 euro, nashta na e kushim edhe ma shumë, po shumica që tu i kemi, pe 20-30, maksimumi, e rastet ralla kanë ma shumë, e lën dynjan edhe këtë mirat me 2 rekatët sabat. E nis pra mirë, zgjohesh për Allah, me rabdes, fal sunetin, fal farzin, bën edhe dhikrin e mëngjesit. Po pak gjatë, po shkan, nuk shkan shumë gjatë. Se mundet me qenë dhikri i fundit. E ti pelut Allahun atë në dhikr për me dhënë Zoti mirësie, me dhënë këta, se tënat mirat përmbledhen në atë dhikrin e mëngjesit, edhe në dhikrin e mbromjes, tënat mirat që ka i dojnë besimtarët musliman përmbledhen atë. Kështu që e fillon ditën, edhe mundohet që ditë, për shembull nesër është e hane, e bën plan me i bë punë më të mira. Pse? Se thot ndoshta në kalendarin tim, mundet me qenë e hanja e fundit edhe përfundimi i këtij rrugtimi në cilin jemi nis. Andaj kjo temë është shumë atraktive me i ditë të gjana, edhe ka shumë për të thonë, po unë vetëm duke nis nga ajo që nuk arrihet e tëra, në një emision sigurisht që nuk ka mundësi mu arrit e tëra që ka e synojmë, nuk lihet e tëra. Edhe në tash, derisa kapitulli i vdekjes është temë në vete, apo libër në vete, po vetëm ja kujtoj vetes edhe juve, edhe stafit radio televizionit Pendimi, edhe aty në vëllezër dhe mota që po na ndjekin që kujtojeni vdekjen që vjen ajo pa pritmas edhe befas e ta prishat kënaqësinë bashkëshortore me grua apo gruas me burr. E atë kënaqësinë apo lumturinë prindërore që i duke u kënaqur me vajzë apo me djalë. E atë kënaqësinë me nipa, me mbesa, me vëllezër e me motra, e me pasuri që ke mbledh, e me shtëpi, e me ato, e me profesion, e me titull, e me shka kije, krejt i prishaj. Mirë po, kush fiton këtë rrugtim, ai që kujton shpesh vdekjen. Ne nuk jem të i kërcënu musliman, absolutisht. Se shkush thot, ju pe përdorni çet kartë apo ju pe përdorni çet metodën e kërcënimit. Jo, kjo është metoda e vetëdijsimit. Flasim realitet. Po, me kallëzu që kam na pret edhe më përkatit për të, se të ke fundit se cili ka me hinë varë vetë. Se cili ka me dhonë llogari për vetën e vetë edhe për punët e veta, dhe njeriut nuk i takon tjetër sen përveç asaj që ai ka punuar. Andaj në përmbyllje lusë Allahun që të na
e lehtëson, edhe të na mundëson me jetue edhe këtë pjesë që na ka mbetë jetës si musliman, edhe lusë Allahun Ta'ala me na mundësue me vdek si musliman, të vërtet, edhe me vdek me këtë fjallën e lartë që i forcon besimtarët, këtë fjallën e vërtet, fjallën La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah. Shumë lehtë. Amin edhe ju. Allah shpërbleft, edhe njëherë të dashur shikues të nderuar miq, ishte kjo pjesa e parë e trajtimit të kësaj teme, dhe do ta bëjmë një pauzë të shkurtër për të kaluar më pas tek pjesa tjetër e programit, që është pjesa e kontaktit të drejtë për drejtë e pyetjeve tuaja, të cilat ju mund t'i drejtoni duke na kontaktuar në +33 45 471 848 është numër kontakti në Viber që mirëpret thirrjet e juaja dhe mesazhet tuaja. Ndërkohë e keni edhe rubrikën dërgo mesazh tek webfaqja e Radio Televizionit Pendimi, në përmes së cilës mund t'i dërgoni pyetjet e juaja. Ne do ta bëjmë një pauzë fare të shkurtër dhe do të rikthehemi me pjesën e dytë të programit. Rrini me Radio Televizionin Pendimi.